Shkolla fillore e muzikës Enver Stafaj nga Gostivari ka mbajtur koncertin tradicional në vigjilje të mbylljes së vitit shkollor. Nxënësit e kësaj shkolle u paraqiten me program të begat, duke luajtur në instrumente të ndryshme dhe interpretuan këngë me tematikë fëmijërore. Në koncert i cili u mbajt në Pallatin për Kulturë në Gostivar, pos prindërve dhe mësimdhënësve, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues nga komuna e Gostivarit. Kryetari Valbon Limani tha se organizimi i koncertit ka qenë madhështor. Ai sqaron se këtë vit shkollor, shkolla Enver Stafaj ka numëruar 180 nxënës, të cilët si vjet kanë pasur mundësi të ndjekin mësimin edhe mbi 2 instrumente të reja, kitarë dhe violinë. Është nder dhe kënaqësi për mua të mësonte këtu në koncertin e fund vitit të shkollës fillore muzikës Enver Stafaj. Me të vërtet jam i befasuar nga organizimi dhe falenderojmë këtë rast edhe drejtoreshën zonjën Neziri, por edhe të gjithë ata të cilët janë angazhuar së bashku me nxënësit që ky koncert qetë dhe duket kaq madhështor. Sonte, numri i nxënësve në shkollën e muzikës, më sa e di është dritur diku rreth 180 nxënës të cilët ndjekin shkollën e muzikës dhe prej këtë vit ne së bashku me drejtorinë e shkollës kemi edhe orë nga 2 instrumente që i kemi shtuar gjatë këtij viti, kitarë dhe violinë, dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen do të punojmë që sa më shumë talente të qytetit tonë t'i zbulojmë dhe të ecin në jetën e tyre akademike dhe muzikore. Shkolla fillore e muzikës në Gostivar ekziston mbi 3 dekada. Aty ndiqet mësimi në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe maqedonisht. Pos instrumenteve, nxënësit mësojnë edhe pjesën praktike.